Kryeministri Edi Rama kritikoi këtë të njëjtë raste të dëmshpërblimeve për magjistratët që nuk kaluan procesin e vettingut, duke theksuar se ekzekutivi i dhënies së 12 milion eurove është bërë papritur vendimin e formës së prerë nga gjykata. A i dini se gjykatat kanë dhënë deri më tani 92 raste në favor të dhumit të pastruar nga vettingu, duke u dhënë një trajtim financiar për rreth 12 milion eurosh nga buxheti i shtetit, pra duke i trajtuar jo si fajtor, por si viktima që duhen dëmshpërblyer. Akoma më keq, këto vendime gjykatash janë dhënë me urdhër ekzekutimi, pa marrë vendim të formës së prerë në gjykatën administrative të apelit, duke detyruar ISSH-n që nga fondi i pensioneve të kryejë pagesat për shkak të vendimit me ekzekutim. Dhe ndërkohë radha për të marrë lekët nga taksat vazhdon edhe për tek numrin 92, që do të thotë se ato 12 milion mund të shkojnë shumë më tepër. Kjo quhet pavarësi e papërgjegjshme. Reagimi i kryeministrit vjen në një kohë kur gjykata kushtetuese nuk ka marrë ende një vendim për çështjen e pagave të gjyqtarëve, duke shtyrë shurtimin për një ditë tjetër. Unioni i gjyqtarëve i kërkon që sistemi i referencës për llogaritjen e pagave të rikthehet si më parë, duke marrë në bazë pagën e drejtorit të drejtorisë së përgjithshme të Këshillit të Ministrave. Aktualisht referenca për pagat është bërë paga e presidentit, e cila nuk ndryshon sipas ndryshimeve të pagave në administratën publike.